Ka një pyetje që çdo zemër besimtare e bën në një moment. Pse kaq gjatë? Pse ende jo? Pse Zoti hesht ndërkohë që mund pres dhe pres dhe pres? Ke pritur për diçka kaq gjatë sa pritja tashmë ndihet si pjesë e identitetit tënd. Ke bërë të njëjtën lutje kaq shumë herë sa fjalët tashmë ndihen si fishek zjarre të shtëruar. Por sot, Zoti dëshiron të zbulojë diçka që nuk e ke dëgjuar kurrë. Arsyen e vërtet pse ka lejuar pritjen e gjatë. Dhe kur ta dëgjosh, jo vetëm do të kuptosh, do të befasohesh plotësisht. Ka një lloj dhimbje specifike që buron nga pritja e gjatë dhe është ndryshe nga çdo dhimbje tjetër. Nuk është dhimbja e humbjes së menjëhershme, kjo dhimbje ka fund të qartë. Nuk është dhimbja e dështimit, kjo të mëson dhe të lëviz, por dhimbja e pritjes së gjatë është e veçantë, sepse nuk ka fund të dukshëm. Çdo mëngjes zgjohet me të njëjtën shpresë, ndoshta sot. Çdo mbrëmje shkon me të njëjtin zhgënjim, ende jo. Dhe pas muajsh, pas vitesh, kjo lëkundje e vazhdueshme midis shpresës dhe zhgënjimit fillon të gërryej diçka thelbësore brenda. Fillon të gërryej besimin se bekimi vjen vërtet. Fillon të gërryej gëzimin e pritjes, fillon të gërryej energjinë e lutjes. Dhe ndodh diçka e dhimbshme dhe e rëndësishme. Lutja e gjatë e papërgjigjur fillon të ndihet jo si akt besimi, por si monolog i lodhur drejt qiellit të heshtur. Nëse kjo të përshkruan sot, nëse pritja jote është bërë kaq e gjatë sa ka filluar të ndihet si pjesë e identitetit tënd, dije se nuk je i vetëm dhe dije se arsyeja e vërtetë e pritjes së gjatë, kur ta kuptosh, do të ndryshojë gjithçka. Arsyeja e parë pse Zoti të ka lënë të presësh kaq gjatë është ndoshta ajo që të do të befasoj më shumë. Ai po të mbron nga diçka. Ka gjëra që Zoti sheh dhe ti nuk i sheh. Rrugë që duken të shkurtra, por çojnë drejt shkatërimit. Bekime që duken të përsosura, por kanë brenda tyre fara të dhimbjes së madhe. Njerëz që duken të duhur, por do të dëmtonin thellë. Mundësi që duken ideale, por do të largonin nga destinacioni yt i vërtet. Dhe shpesh, mënyra e vetme që Zoti mund të mbrojë nga këto gjëra është të mbajë në pritje, derisa rrugët e rrezikshme të mbyllen, derisa njerëzit e gabuar të largohen vetë, derisa mundësitë e dëmshme të zhduken nga horizonti yt. Mendoje si prindi i dashur që i thot fëmijës jo kur fëmia kërkon diçka që do ta dëmtonte, jo nga mëria, por nga njohja e plotë e rrezikut që fëmia nuk e sheh. Pritja jote e dhimbshme mund të jetë mbrojtja jote më e madhe hynore, një mburojje pa dukshme që Zoti ka ngritur rreth jetës sate, duke thënë me dashuri, jo ende, sepse e dua shumë për ta lejuar të shkoj atje. Arsyeja e dytë pse Zoti të ka lënë të presësh kaq gjatë, është e vështirë për ta dëgjuar, por është e vërteta më e dashur dhe më e nevojshme. Ti nuk ishe gati akoma, jo sepse je i pamjaftueshëm, jo sepse ke bërë diçka të gabuar, por sepse bekimi që Zoti ka planifikuar për ty është kaq i madh, kaq i thellë dhe kaq i rëndësishëm sa nëse do të kishte ardhur më herët, nuk do të kishe pasur kapacitetin për ta mbajtur, për ta vlerësuar apo për ta përdorur siç duhet. Mendoje lotaren, njerëzit që fitojnë shuma të mëdha para pa u përgatitur, shpesh i humbin brenda viteve, sepse nuk kishin kapacitetin e brendshëm për t'i menaxhuar. Por njeriu që ka ndërtuar gradualisht karakterin, disiplinën dhe urtësinë, kur merr bekimin e madh, e mban dhe e shumë fishon. Zoti nuk po të vonon bekimin, po të ndërton kapacitetin për ta mbajtur, po thellohet urtësinë tënde, po forcon karakterin tënd, po zgjeron zemrën tënde, po rrit tolerancën tënde ndaj begatisë. Çdo ditë pritjeje është ditë ndërtimi të kapacitetit të ri, dhe kur bekimi të vi dhe do të vi, do të jesh saktësisht i gatshëm për ta mbajtur, për ta vlerësuar dhe për ta shumëfishuar në mënyrën që Zoti ka planifikuar. Arsyeja e tretë pse Zoti të ka lënë të presësh kaq gjatë është kjo. Bekimi yt nuk është vonuar sepse harroj, por sepse po përgatitet. Ka diçka që shumë prej nesh nuk e kuptojmë rreth mënyrës se si Zoti punon. Ai nuk dërgon bekime të papërgatitura. Çdo bekim i madh ka një proces përgatitje hyjnore para se të mbërrijë. Marrëdhënia e duhur ka nevojë që personi i duhur të formohet, të shërohet dhe të pozicionohet. Mundësia e duhur ka nevojë që rrethanat të rregullohen, dyer të hapen dhe koha të jetë saktë. Shërimi i plot ka nevojë që shtresat e thella të plagës të trajtohen një nga një me kujdes hyjnor.
Dhe providenca financiare ka nevojë që burimet, njerëzit dhe rrethanat të bashkohen në momentin e saktë. Ashtu si restoranti më i mirë të bën të presësh, jo sepse të ka harruar, por sepse ushqimi po përgatitet me kujdesin maksimal të mundshëm. Zoti të bën të presësh sepse bekimi yt po përgatitet me kujdesin dhe precizionin më të lartë hynor të mundshëm. Çdo ditë pritjeje është ditë tjetër që bekimi yt po bëhet më i plot, më i saktë dhe më i mrekullueshëm. Dhe kur të vi i gatshëm plotësisht, do të kuptosh pse meritonte çdo ditë të pritjes. Arsyeja e katërt pse Zoti të ka lënë të presësh kaq gjatë është kjo. Ai po rregullon gjërat të padukshme që ti nuk di as që kanë nevojë për rregullim. Imagjino një orë të ndërlikuar me mijëra pjesë të vogla të brendshme, shumica e tyre plotësisht të padukshme nga jashtë. Ora mund të duket e mirë nga jashtë, por nëse edhe një pjesë e vogël e brendshme nuk është në pozicionin e saktë, ora nuk punon siç duhet. E njëjta gjë vlen për bekimin tënd. Ka njerëz që duhet të pozicionohen sakt para se të hyjnë në jetën tënde. Ka rrethana që duhet të ndryshohen para se mundësia të shfaqet. Ka dyer që duhet të mbyllen diku tjetër para se të hapet e jotja. Ka zemra, përfshirë ndoshta edhe tënden, që duhet të shërohen, të ndryshohen apo të zgjerohen para se bekimi të vijë. Ka mësime që duhet të mësohen, karaktere që duhet të formohen, besime që duhet të thyhen dhe të rindërtohen. Zoti po punon njëkohësisht në të gjitha këto dimensione të padukshme, me precizion absolut dhe me dashuri të pafundme, duke siguruar që kur bekimi të vijë, çdo gjë të jetë saktësisht në vendin e duhur. Ti sheh vetëm pritjen, Zoti po menaxhon njëkohësisht mijëra variabla të padukshme për ty. Arsyeja e pestë pse Zoti të ka lënë të presësh kaq gjatë është ndërtimi i karakterit tënd, dhe kjo është ndoshta arsyeja që ka impaktin më të gjatë dhe më të thellë në jetën tënde. Karakteri i vërtet nuk ndërtohet në momentet e suksesit të menjëhershëm, ndërtohet pikërisht në periudhat e pritjes së gjatë dhe të dhimbshme. Durimi nuk është aftësi me të cilën lindesh, është muskul që forcohet vetëm nëpërmjet ushtrimit të pritjes. Dhe çdo ditë që pret me besim, edhe kur dhemb, edhe kur lodhet, edhe kur nuk kupton, është ditë tjetër që muskuli i durimit bëhet më i fortë, më i thellë dhe më i qëndrueshëm. Por nuk është vetëm durimi. Pritja e gjatë ndërton edhe thellësi shpirtërore që nuk arrihet në asnjë mënyrë tjetër. Ndërton urtësinë e atij që ka pritur dhe ka parë Zotin besnik. Ndërton empatinë e thellë për të tjerët që presin. Ndërton besimin e pjekur që nuk ka nevojë për konfirmim të vazhdueshëm. Ndërton qetësinë e brendshme të atij që ka mësuar të qëndrojë edhe kur gjithçka lëkundet. Dhe ndërton diçka të çmuar mbi të gjitha, zemrën që vlerëson bekimin kur vjen, sepse e di çfarë ka kushtuar pritja e tij. Zoti nuk po të vonon, po të bën vlerësues të denjë të bekimit të madh që po vjen. Arsyeja e gjashtë pse Zoti të ka lënë të presësh kaq gjatë është ndoshta ajo që zemra ime dëshiron të ta thotë me forcën më të madhe të mundshme. Koha e Zotit është perfekte, jo e mirë, jo e pranueshme, por perfekte. Me saktësinë absolute të atij që sheh çdo gjë nga fillimi deri në fund njëkohësisht. Ne jetojmë në kohë lineare. Shohim vetëm momentin aktual dhe ndjejmë vonimin si dhimbje. Por Zoti jeton jashtë kohës. Sheh të gjithë historinë tënde njëkohësisht, fillimin, mesën dhe fundin. Dhe nga jo perspektive plot dhe e gjithëpërfshirëse, ka zgjedhur momentin e saktë për bekimin tënd. Mendoje semaforizimin e trafikut urban. Nga makina, çdo ndalesë kuqe ndihet si vonese frustruese, por nga helikopteri sipër qytetit, operatori i trafikut sheh të gjithë rrjetin dhe di se duke ndalur makinën tënde për 60 sekonda, po parandalon një aksident, po hap rrugën për urgjencë, po sinkronizon lëvizjen e mira makinave të tjera. Ndalesa juaj ndihet si vonesë nga brenda, por është koordinimi përsosur nga lart. Koha e Zotit funksionon saktësisht kështu. Dhe kur bekimi të vijë, në momentin e saktë të tij, do të shohësh me sytë e tu se çdo ditë tjetër do të kishte qenë shumë herët apo shumë vonë. Historia e besimit është e mbushur me njerëz që pritën gjatë, shumë gjatë sipas standardeve njerëzore, dhe pan Zotin besnik në mënyrën më të mrekullueshme dhe më të papritur. Mendoje Abrahamin dhe Sarën, që pritën 25 vjet për premtimin e fëmijës, 25 vjet të lutjeve të njëjta, 25 vjet të shpresës dhe zhgënjimit, 25 vjet të pyetjes pse kaq gjatë. Por kur Isaku lindi saktësisht në kohën e Zotit, dhe nga ai fëmijë i pritjes së gjatë, erdhi një kombitar. Pritja nuk ishte vonesë, ishte ndërtimi historisë më të madhe. Mendoje Jozefit,
13 vjet nga ëndra e parë deri te froni i Egjiptit, 13 vjet të burgut, të skllavërisë, të harresës. Por çdo vit i pritjes ishte vit formimi për fronin, dhe kur erdhi momenti i Zotit, erdhi në një ditë të vetme dhe ndryshoi gjithçka. Mendoje Elizabetën, të moshuar, të quajtur sterile, të humbur çdo shpresë njerëzore. Por në kohën e Zotit, jo në kohën e njerëzve, lindi Gjoni Pagzori. Pritja e tyre e gjatë nuk ishte refuzim hyjnor, ishte përgatitje për mrekullinë më të madhe. Edhe pritja jote e gjatë nuk është refuzim, është përgatitje. Tani që ke kuptuar 6 arsyet pse Zoti të ka lënë të presësh kaq gjatë, pyetja praktike dhe e rëndësishme është kjo: si ta ndryshosh mënyrën e pritjes? Si ta kalosh nga pritja e dëshpërimit, e lodhur, e ankthshme dhe e dhimbshme, në pritjen e besimit, aktive, paqësore dhe të fuqishme? Hapi i parë: ripërkufizon pritjen. Pritja e besimit nuk është pasivitet, është aktivitet i drejtuar nga brenda. Nuk është bërje asgjëje ndërkohë që pret Zotin, është bashkëpunim aktiv me procesin e tij. Bëj çfarë mund të bësh, përgatitu për bekimin që pret, ndërto kapacitetin, formo karakterin. Hapi i dytë: kalo nga lutja e kërkimit në lutjen e falënderimit. Mos prit të marrësh bekimin për të falënderuar. Fillo të falënderosh tani, para se ta shohësh, si akt i besimit më të lartë. Falënderit Zot për bekimin që po vjen, edhe pse nuk e shoh ende. Kjo lutje e falënderimit ndryshon atmosferën shpirtërore rreth teje dhe të pozicionon për pritje. Hapi i tretë: mëso të gjesh gëzim në procesin e pritjes, jo vetëm në destinacionin e saj. Çdo ditë pritjeje ka në të thellësinë e saj hyjnore dhe mësimet e saj të çmuara. Dhe hapi i katërt: shpall çdo ditë me besim. Bekimi im po vjen. Koha e Zotit është perfekte dhe kur të vi, do të befasohem plotësisht. Kemi zbuluar së bashku 6 arsye të fuqishme dhe të mrekullueshme pse Zoti të ka lënë të presësh kaq gjatë. Dhe shpresoj që tani pritja jote nuk duket njësoj. Nuk është harresë hyjnore, nuk është refuzim i heshtur, nuk është dënim i maskuar, është dashuria më e thellë dhe më e plotë e Zotit në veprim, duke të mbrojtur, duke të ndërtuar, duke të formuar, duke të përgatitur dhe duke orkestruar me precizion absolut çdo detaj të begatisë që po vjen. Ti je i mbrojtur nga gjëra që nuk i sheh. Pritja është mburoj jote. Ti po ndërtohesh nga brenda. Pritja është universiteti yt. Bekimi yt po përgatitet me kujdesin maksimal hyjnor. Pritja është gatimi i engjëllit. Gjërat e padukshme po rregullohen me precizion absolut. Pritja është orkestrim kozmik. Karakteri yt po formohet në thellësinë e tij të vërtet. Pritja është furra e artë dhe koha e Zotit po kalibrohet me saktësinë e plot hyjnore. Pritja është semafori i qiellit. Dhe befasimi që premtova në fillim, ja ku është. Kur bekimi yt të vi dhe do të vi, nuk do të befasohesh vetëm nga madhësia e tij. Do të befasohesh nga mënyra se si do të shohësh të gjithë periudhën e pritjes me sy krejtësisht të rinj. Çdo ditë e dhimbshme do të shfaqet si hap i nevojshëm dhe i dashur. Çdo lutje e papërgjigjur do të zbulohet si lutje e mbrojtur. Çdo moment i dëshpërimit do të tregohet si moment i formimit më të thellë. Dhe do të kuptosh me të gjitha fijet e qenies tënde se pritja nuk ishte vonesa e begatisë sate, ishte pjesa më e rëndësishme e saj. Sot dua të lëm me një deklaratë të fuqishme. Thuaje me zë të lartë tani: Zoti im, besoj se koha jote është perfekte. Besoj se po më mbron, po më ndërton dhe po përgatit diçka kaq të mrekullueshme sa do të befasohem plotësisht. Zgjedh të pres me besim, aktiv, mirënjohës dhe i qetë, sepse di se bekimi im po vjen në kohën e saktë tënde. Nëse kjo video preku zemrën tënde sot, shkruaj në komente sa vjet ke pritur dhe cilën arsye e gjete më të fuqishme. Dua ta di historinë tënde të pritjes dhe dua të lutemi bashk për momentin e Zotit në jetën tënde. Ndaje këtë video me dikë që po humbet shpresën gjatë pritjes së gjatë, sepse ndoshta ky mesazh është pikërisht ai që i nevojitet sot. Abonohu dhe aktivizo njoftimet, sepse çdo javë kemi mesazhe të reja që mund të ndryshojnë jetën tënde. Dhe mbaj mend gjithmonë, Zoti nuk të ka harruar. Ai të ka parë çdo ditë të pritjes. Dhe befasimi që po përgatit është kaq i madh sa do ta harrosh dhimbjen e pritjes plotësisht kur ta shohësh.